Këtu ndodhemi në Reç dhe jemi rrugës për në Thec. Sa po arritëm në hotel, hoteli quhet Hotel Thethi dhe është shumë i bukur. Koha sot nuk na premtoi, por do presim momentin e duhur që ta shijojmë pak ku të hapet koha. Kjo është rruga që do të çon për tek dhomat. Ka një vibe si jashtë shtetit. Kjo është dhoma që ne kemi zgjedh. Është dy kate. Jashtë dëgjohet zhurma e shiut. Wow! Wow! Ky është këndi ku mund të ulesh të bësh make-up. Çdo gjë është e kuruar, sinqerisht. Unë jam shumë e kënaqur nga gjitha kjo. Tualeti ndodhet në katin e parë. Nuk e di pse e bënte këtë zhurmën. Çdo gjë është i kuruar në detaj. Dyrja në tualet është pak e çuditshme, por nejse. Këtu jam unë. E zonja e punës dhe vajza më me shije. Atëherë, normalisht para se të hyjmë në çdo dhomë, unë bëj kontrollimin e gjërave, peshqiret duken të pastër.
Ka 2 pako, si këto. Tualeti është shumë i pastër. Si që duket shumë qartë. Me ka lënë edhe këto. Drekën vendosëm të hajmë tek Hotel Albert Thef. Këto janë çmimet. Sapo hyrëm tek një nga dhomat, sepse ne jemi shumë persona dhe do kemi marrë diku 3 dhoma. Çdo gjë është e kuruar në detaj, pastërti. Këtu kanë menduar për garderobë. Deri tani kam përshtypjet më të mira. Në dhomë vjen erë shumë e mirë. Arredimi është goxha i mirë. Ky ndriçimi këtu afër jastikëve është goxha shumë i lehtë dhe për mua që nuk flet dot në errësirë është shumë më mirë. Unë po bëj pak make-upin, pasi do ulemi poshtë për të ngrënë. Edhe është një rëmuj e paparë. Kështu. Këto janë edhe pjesë të tjera të vilave. Këto në përgjithësi janë 2 kate, 2 dhoma, një lart një poshtë. Atje te i kanë ndërtuar një fushë golfi. Mbrëm kishte rënë dëbur. Por çuditërisht nuk është ftohtë fare. Është kaq fresk.
pushimi 2 ditor. Kaq ishte.